Bllokimi i aksit kryesor ka detyruar qarkullimin e mjeteve drejt rrugës alternative Maliq-Lozhan, Strelc-Gramsh, një segment që sipas qytetarëve po kthehet në një problem serioz, veçanërisht për shërbimin shëndetësor dhe lëvizjen e ambulancave nga Korça drejt spitaleve rajonale dhe atyre në kryeqytet. Rruga alternative që lidh Juglindjen me kryeqytetin duket se po sjell problematik jo vetëm për drejtuesit e mjeteve, por edhe për shërbimin spitalor. Më konkretisht, ambulancave do ju duhet më tepër kohë për të transportuar pacientët drejt kryeqytetit dhe kjo, sipas qytetarëve, e bën akoma më të vështirë situatën për shkak të rrezikut që pacientët kanë. Banorët thonë se rruga është në gjendje të amortizuar, me kthesa të forta dhe segmente të dëmtuara, çka e zgjat ndjeshëm kohën e udhëtimit. Për familjarët që transportojnë të sëmur në gjendje të rëndë, situata bëhet edhe më dramatike. A rrezikon? Patjetër. Pse? Rruga është e keqe. Unë kam erdhur nga Tirana pardje. Kam shkuar në Librash, sa fshatra, ndaj kishim një të smur me paralize. Edhe nxorëm nga spitali, i vëmë lecka këte, roba, e shtrim atje, çfarë të them, çfarë kemi hequr. Situatë shumë e vështirë. Shumë e vështirë, edhe është e pasgjithshme. Mendoni se nuk do të bëhet, nuk do të ketë një ndryshim? Për 2-3 muaj jo njëra. Po të gjithë ata qytetarë të cilët kanë nevojë atë mjekimin e specializuar. Ata le të vdesin, të shpëtojnë. S'ka rrugë tjetër. Qytetarët theksojnë se ky nuk është thjesht një shqetësim lokal, por prek gjithë jugun e vendit, pasi aksi konsiderohet jetik për lidhjen me pjesën tjetër të Shqipërisë. Ajo është kryesorja të jugu i Shqipërisë, kurse u bllokojnë një apo dy dhe pastaj kaq. Sa e vështirë është për pacientët që do të duhet të ikin drejt Tiranës? Si e mendon ti? Po, çfarë mendoj të vdekurit quaj? Sipas tyre, nëse më parë udhëtimi drejt Elbasanit zgjaste rreth 2 orë, tani përmes Lozhanit dhe Moglicës, koha shtohet ndjeshëm, duke shkuar deri në 3 orë. Kjo vonesë ndikon drejt për drejt edhe tek ambulancat që transportojnë pacient drejt spitaleve më të specializuara. Vonesë rruga, nëse këtu i ke për një orë gjysmë në Gjorin Elbasan, to ti bësh nga rruga e Vitra dhe nga Lozhani, Moglica vonon, që gjatë në shumë. E vështirëson kjo rrugë ambulancën, se s'është se janë dhe kushtet shumë të mira. Po mirë, ambulancat që ko jap një rrugën dhe i ke vete. Që do vinë për shembull 1 orë gjysmë në Tiranë, 2 orë në Tiranë, po 2 orë gjysmë mund të për 3 orë. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse për përmirësimin e segmentit alternativ, duke theksuar se çdo minutë vonesë mund të jetë vendimtare për jetën e pacientëve që transportohen me urgjencë. Deri atëherë, rruga Maliq-Lozhan, Strelc-Gramsh mbetet një sfidë e përditshme për qytetarët dhe shërbimet e emergjencës.